kurse kur ke grupi ushqimit. Ku Edhe më normalisht do llogarisë është paktën 25% tolerancë ke grupi ushqimit. Nuk du ta hash atë. Do të thonë mund të shkojë grupi ushqimit, bile 25 është pak. Mund të shkojë grupi ushqimit, mund të shkojnë pjesët të konsumojnë vatar sa 70% e dhënave të grupit ushqimit, jo më shumë. Në një kohë caktuar, jo non stop. Pra, nëse unë kam 550 watt pra pjesë këtu që po më konsumojnë, ju duhet keni grup ushqimi 750 watt plus bronz. Corsair, Be Quiet, VGA, Seasonic, Superflower, Gigabyte. Gigabyte i Aorus është kryesisht ai, më premiumi. Po edhe këto gëtë, se i gëtë nuk janë keq. Qa markash ka tjera që ja vle me përmen. MSI. FSP-ja nuk është keq, do më thonë, pavarësisht se është në të gratë, kujtojnë tjera se është kines. MSI është shumë mirë këto kohët e fundit. Nuk ja kam mësu akoma kush është OEM-i, kush ja prodhon, se shumica e këtyre nuk i prodhojnë vetë, më thonë, tjetër kush ja prodhon. Po përveç Seasonic është, e kam thonë gjithmonë është Kalashnikovi i grupeve të ushqimit, është premium shumë. Po edhe këto tjera që prodhohen nën produktet Seasonic janë shumë premium. Kështu që këto marka rrini, po pat edhe Thermaltake, Tough Power, ndoshta në 8 plus Gold që është kështu Superflower se si Sonic ja vlen. Janë grupi ushqimi shumë të mirë. Këto Smarta, të lirët e Thermaltekut janë bastard, mësuaf. Cooler Master i ka shumë keq. Hiq një 2-3 modele nga Cooler Master, i tjerat janë bloz, domethënë janë skandalos, janë gati çik më mirë se këto. Kines kështu. E kuptuam, te grupi ushqimit nuk duhet të kursejmë. Ku kemi tolerancë? Grupi ushqimit nuk duhet kursesh, edhe duhet grupet e ushqimit bleni gjithmonë marka edhe vatazhi i duhur. Këto dy gjonat janë, domethënë rrini ke markat premium edhe s'keni problem.